Ilir Ferizaj, 25 vjeç nga Strelci i Deçanit, është ekonomist i diplomuar, mirë po dashuria për vallën popullore e largoi atë nga rruga për cilën ishte përcaktuar në fillim të studimeve dhe pasioni i tij u bë edhe profesion i dytë. Fillimi me vallëzimin popullor ka qenë qysh në shkollën e mesme. Në studime atje shkova në audicionin në ansambl akademik të Universitetit Prishtinës të profesor Dilaver Kryeziut. 3 djem nga Deçani arritëm që të futemi për një kohë të shkurtër në grupin e parë. Ishin këta Ilir Ferizaj, Remzi Dautaj dhe Dukagjin Selmanaj, por edhe pse që nga atëherë janë mbushur 8 vjet dhe shumica prej grupit të tij për shkaqe të ndryshme nuk arritën të vazhdonin tutje me pasionin e tyre, Iliri nuk ju shkëput as për një çast vallëzimit popullor për të vazhduar pastaj edhe me koreografinë. Dhe kështu në vitin 2010, së bashku me kolegun e tij të vallës Remzi Dautajn, Iliri themelon në Pej ansamblin e vallëve, i cili njihet si Shoqëria Kulturoro-Artistike Haxhi Zeka. Për një vit pas themelimit, përveç pjesëmarrjes në programe të ndryshme kulturoro-artistike brenda dhe jashtë vendit, këtu mbahet një kurs për vallën popullore, një ndër kjo e kahmotshme, e cila vetëm tani u bë realitet, thot Iliri. Ideja, të them, ka qenë shumë e kahmotshme, po neglizhenca ka qenë ndoshta pak më e madhe. Dhe ky ka filluar vitin e kaluar, diku ka fillimit të torit vitit kaluar, afërsisht mbi 40 fëmijë, por që nuk mund ta specifikoj me një numër për shkak që dita ditës shtohet numri. Dhe fëmijët e interesuar për vallën popullore shqipe këtu kanë rastin të mësojnë valle të shumta, mirë po gjatë një viti sa edhe funksionon ky ansambël, ata kanë mësuar 5 koreografi vallesh, thot Iliri. Është e para koreografia, që ndryshe quajmë Laver Bariut. Vallja e dytë është lirike punës, po ndryshe quajmë edhe vjelje e mollave, vallja e Kavajës, nga treva e Kavajës, edhe një vallë tjetër vallëzojmë nga rajoni Sharrit. Quhet valle e vajzave të Sharrit. Na kemi mësuar koreografi trevave, por shota dhe valle e argove gjithsesi mbesin koreografi kombëtare, të cilat i luajmë dhe vallëzojmë gjithmonë. Se themelimi një ansambli dhe mbajtja e kurseve të vallëzimit nuk do të jetë punë e lehtë, Iliri e dinte që nga fillimi, prandaj i duhej dikush që do ta përkrahte në punën e tij. Dhe në këtë rast, kush do të ishte më i përshtatshëm se bashkëpunëtari i Ilirit në vallëzimin popullor, Remzi Dautaj, i cili tashmë është edhe asistenti i tij. Dhe edhe pse bartja e këtyre vlerave trashëgimore në mosha të reja është një sfidë vërtet, aty ku është angazhimi, është edhe rezultati, thot Remzi Dautaj nga ansambli i valleve Haxhi Zeka. Meqense për disa është në mosha pak më e re, fillimi është pak më i zërshëm, po me punën që e bën Iliri, kam arritë që me mësu shumë shpejt. Nga ana tjetër, krahas mundësive të shumta që ofrojnë zonat urbane sot për angazhimin e fëmijëve, interesimi i prindërve për të mësuar fëmijët e tyre me vallet popullore është tejet i madh. Pej ka disa vallëzime tjera që janë më moderne, përderisa këtu fëmia mësojnë një vallëzim tradicional. Kultura është më e madhe, edhe kjo ka qenë arsyeja edhe pse ata mendojnë me pru këto për me vallëzu. Dhe sfida nuk përfundon brenda sallës së ushtrimeve, sepse ky ansambël me koreografi të ndryshme vallesh do të prezantohet para publikut në kremta të ndryshme brenda dhe jashtë qytetit, përderisa atraksioni më i madh kulturor do të jetë pjesëmarrja në festivalin e fëmijëve në kuadër të ditës së çlirimit të qytetit turk Bursa, prej nga ky ansambël u kthye me çmimin e parë të festivalit. Atje kemi përfasu jo vetëm Pejën, por kemi përfasu totalisht Kosovën, dhe si kurrizim për gjithë këtë angazhim, ne kemi marrë një parë të vallëzimit ndër 7 shtete, dhe na kemi arritë që mja sjell Pejës dhe Kosovës vendin e parë në vallëzimin popullor. Thot Iliri, vallëtar nga Strelci i Deçanit, tashmë udhëheqës i ansamblit të valleve Haxhi Zeka në Pejë. Art Hasku, 9 vjeç nga Irzniqi i Deçanit, me banim në Pejë, i cili vijon mësimet në shkollën fillore Azdreni, thot se me të dëgjuar për kursin e vallëzimit ka ngarendur drejt tij. Kam filluar që 1 vjet, mësojmë vallet nga fillimi deri në fund. Kam mësuar valle të ndryshme që mua më kanë pëlqyer shumë. Më ka pëlqyer Kavaja. Viola Saad Begulli është 12 vjeçë dhe vijon mësimet në shkollën fillore Lidhja Prizrenit, por ajo që kur ishte e vogël kishte një dëshirë. Mësojmë valle të ndryshme, vajzat e Sharrit, Laveri Bareu, vallja e Melodis,
kavaja e të tjerë. Ndërsa përvoja më e bukur për të ishte pjesëmarrja në festivalin e fëmijëve në Bursa dhe kthimi prej atje me çmimin e parë. Po, jemi gëzuar jashtëzakonisht shumë, sepse nuk është lehtë që ta marrësh një vend të parë. Ka pasur edhe shumë fëmijë nga qytetet e tjera dhe ata janë mahnitur me koreografin tonë. Përderisa Melisa Miftari, 12 vjeçe, e cila vijon mësimet në shkollën fillore Lidhja e Prizrenit, thotë se ka marrë vesh se është hapur ky kurs me valle tradicionale, ka menduar se do bëjmë në valltore e mirë dhe të gjitha vallet më pëlqejnë sepse të gjithat kanë koreografinë e vet, të cilat tregojnë. Thot Melisa, të cilën fitoria në Bursa e ka bërë shumë të lumtur. Kam qenë shumë e lumtur dhe emocionuar dhe dëshiroj që të vazhdoj edhe kështu edhe në koncertet e tjera. Valltari Deçanas Ilir Ferizaj thotë se prindrit janë të kënaqur me hapet e fëmijëve në vallëzimin tradicional, ndërsa porosia e tij për fëmijët dhe të rinjt të cilët ende nuk e kanë mësuar vallen tradicionale është që vallen shqipe ta vënë në rend të parë.